çdo pejgamber i Allahut, edhe Ibrahim a.s. pa dyshim se do të mbetet një model i gjithë umetave, por edhe si model i jonin këtë kohën tonë si umet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke pas parasysh se të çdo pejgamber ka pasur devijime të ndryshme, te Ibrahim a.s. ka qenë politeizmi në kohën kur ai ka qenë pejgamber. Dhe adhurimi i objekteve në natyrë, Gjelli, hana, edhe parat Ibrahim a.s. e ka kërku të vërtetën. Mirë po në këtë rast, këshilla jonë dhe rinia muslimane sot duhet të ndjeke modelin fillimisht duke mendu dhe hulumtu. Në atë kuptimin duke mendu dhe hulumtu mbi shenjat e Allahut në natyrë dhe në univers. Nëse na kështu e mësojmë rinien tonë në kohën e sotit, sepse shirku i asaj kohe, ose politeizmi i asaj kohe, ka ndryshuar me politeizmin dhe shirkun e kohës së sotit. Nëse në atë kohë ka pasur lloj-lloj gjëra të cilat kanë adhuru, nuk do me thonë se sot njerëzit nuk i adhurojnë ato për mënyra të ndryshme, ose mënyrën të modernizuar të shirkut ta quajmë këtë emën. Nëse atëherë idhull ka qenë për shembull dielli, sot e kemi idhull pasurinë, famën, edhe njerëzit që kanë ndikim, që janë influencera. Unë shpesh herë për postire, 3 ton, her pas here, unë e quaj edhe një lloj i shirkut, kur ato horoskopin e ndjekin her pas here. Edhe pse horoskopi, për shembull, është një send që besimtari e lidh zemrën, jo gjithë besimtarët, po disa të lidh, të cilët janë besimtar, duke mos e kuptuar se, për shembull, një prej shirkave të modernizuar, të cilët e lidh zemrin për atë akrep, ose për atë dash, ose për atë sap, se kanë emra muaj të horoskopit, atëherë themi nuk duhet kiri ta ndjekë këtë horoskop sepse është model i gabum. Rinia e sotit për model, nëse do të marr Ibrahimin a.s. për pos që ato duhet me mendu mirë, të analizojnë mirë dhe të hulumtojnë mbi shenjat të cilat Allahu dhul xhelal i ka pruar këtë kosmos ku na jetojmë, ato duhet edhe ta mësojnë fejen e pastër, ta mësojnë fejen me argumente, ashtu qish e ka zbrit Zoti dhe ashtu si ka ardhur traditën e pejgamberit a.s. Në momentin po, edhe Kurani i urdhnon besimtar që të shikojnë në gjithësi edhe në vetveten tonë dhe të binden se është vetëm një Zot i cili meriton të adhurohet. Meriton të adhurohet. Por atë edhe kur besimtari e mëson fejen si duhet, dhe kur besimtari shkon pas librit i Zotit si duhet, dhe i merr porositë e pejgamberit a.s., ai do ta gjen vetveten dhe do të ketë argumente në këtë aspekt. Pastaj nuk është këtu edhe e kundërshtuara që të zhvillohet, ajo që ka quhet mendimi kritik, duke mos i pranuar çdo ide pa e shqyrtuar dhe pa e analizuar mirë. Tu mendimi kritik e ka për qëllim mendimi kritik ndaj besytnive, ndaj besytnive të kota. Se të na për shembull sot kemi besytni të lloj-llojshme, ju besojnë hajmalijave, ju besojnë gjingjive, ju besojnë fallxorëve, e pi kafën, mas e pi kafën atë bereqet, e shtermon filxhanin, i beson filxhanit, i kemi na këto lloje, por besimtari se kalon maca e zezë. Maca e zezë se kalon zbar me kalon atë rrugë. Muhabetet të ndryshme varet nga cila anë e popullatës dhe nga cila anë. Dikujt presin që tu lexon fatin nëpërmjet letrave. Po, që ki po pastaj disa për me ta mbrojt kerin, për shembull, e keqa e vlen atë patkojnë e kalit, ose brinat e dashit të dera, e kështu me radhë. Sendet lloj-llojshme varet pse i vend. Por na kur themi, domethënë modeli duke zhvilluar mendimin kritik, edhe duke mos i pranuar çdo besytni ose çdo ide. Se Ibrahimi a.s. nëpërmjet mesazhit me diellin, me hënën, me yjet, ka dashur me ju tregu popullit të tij se këto nuk ju bëjnë dobi. Nuk kanë mundësi as vetveten me ndihmu, si mundni ju që keni mend në kokë, që jeni të mençur, që e besu se këta objekte në natyrë, trupa qiellor me pas ndikim në jetën tuaj. Por atë edhe kështu rinia do të marr këtë si model se me i vlerësu gjërat edhe mos me leju që dikush me ndiku të ata që ta devijojnë rrugën, të largon nga rruga e drejtë duke filluar me besu në besytni të këtilla.